Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botrave. Atë e falenderojmë, atë e lartësojmë, atij i nënshtrohemi, edhe kur jemi mirësi, edhe kur jemi në begati. Po Allahun xhele xhelalu nuk e harrojmë, atij i përkulemi, atij i nënshtrohemi, i mbështetemi, edhe kur jemi të pikllum, edhe kur jemi të mërzitun, edhe atëherë kur jemi të sfërvun. Sepse një derë e cila nuk mbyllet asnjëherë, është vetëm dera e Allahut subhanahu wa taala. Krijesat mund të na mbyllin derën në çfarëdo situate që jemi, mirë po Allahu xhele xhelaluhu e pranon robën e tij në çfarëdo gjendje që është. Andaj elhamdulillah të madhi Zotul Xhelal, në vazhdimsi dëshmojmë se nuk ka Zot që meriton me të drejtë me adhuru përveç Allahut, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Të dashur vëllezër besimtar, sot nuk e të hutbe jemi në pjesën e tretë të asaj që e ka thënë Ibn Qayyim el-Jauzi, lumi i pastrimit. Në këtë rast do të flasim për sprovat dhe fatkeqësitë. Ne do ta nisim me fjalën e Allahut, i cili ka thënë në Kur'an: a menduat se do të hynin në xhennet pa u sprovu, sikur ata që ishin para jush? Ata u goditën me fatkeqësi dhe u tronditën aq shumë, sa që i dërguari dhe ata që i besuan të dërguarit thanë: kur do të vijë ndihma e Allahut? Allahu vazhdoi dhe tha: vërtet ndihma e Allahut është shumë afër. Po vllazërit e mi, kjo pyetje na u drejtohet edhe neve sot. A mendon ti dhe unë dhe krejt ata që ka besojnë se do të shkojnë në xhennet, në këtë rrugtim drejt xhenneteve të Allahut, pa u vënë në provë? Ai i cili mendon se rruga e xhennetit është pa vështirësi, pa mund, pa dhimbje, e ka gabim. Se aty ku nuk ka dhimbje, aty ku nuk ka mërzi, aty ku nuk ka vuajtje, aty ku nuk ka vdekje, është vetëm xheneti Allahu subhanahu wa taala. E në jetën e kësaj bote, Allahu po na tregon se edhe më të dashurit e mi, pejgamberët i kam sprovu. Prej të parit deri tek i fundit, në rast se ndëgjojmë dhe shfletojmë, lexojmë për pejgamberët e Allahut, kena me pasë çfarë sprova kanë përjetuar dhe kanë bë sabër që Allahu me i pastru, me i ngrit në gradat e xhennetit. Në një ajet tjetër, Allahu xhele xhelalu thot: وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Thot Allahu, ne do t'ju vëmë juve në provë. Është e pashmangshme. Me çka? Allahu na tregon. Thot ne do t'ju vëmë në provë, do t'ju sprovojmë me frikë, me uri, me humbje nga pasuria, me humbje nga jeta dhe frytet, wa bashiri sabirin. Pse mi u dha myshde? Mi u dha myshde atë që kur sprovohen, për hir të Allahut subhanahu wa taala, bëjnë sabër. E vllazët e mi, Allahu i madhreshëm që na ka krijuar jetën e kësaj bote, e ai e din me çka na sprovon. Mirë po në këtë rast Ibn Qayyim el-Jauzi po thot: dikush duhet me kalu në lumin e sprovës dhe fatkeqësisë, që Allahu me pastru dhe me ngrit në gradat e xhenetit. Në një hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk e godet muslimanin lodhja, smundja, pikllimi, mërzia, as edhe therrja që e shpon e që mos tjetë pastrimi i gjunaheve. Subhanallah, kjo është mëshira e Allahut dhu xhelal. Mirë po në këso raste, ne kur e shohim dikon të sprovon, thojmë: filani shumë po sprovohet. Mirë po mbajeni mend, çdo lodhje, çdo pikëllim, çdo mërzi, çdo smundje, edhe ajo therra që na shpon, është pastrimi i mëkateve.
Mirë pa Allahu donë që robi ti mi ala një dhuratë të fshehur, e që nesër në ditën e gjykimit mi tha o robi jem, për mu e bane sabër, se kur sprovojmë na për hir të Allahut bëjmë sabër, jo pse s'kemi ka me shku. Mirë po kur goditemi me sprovë, themi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Të Allahut jemi dhe tek ai kena mu kthy. Vllazërit e mi, ti marrim disa shembuj. Ai bab dhe ajo nan që i rrit fëmijët me sakrificë. Ai babi i cili del mëngjes dhe kthehet në mramje. Kret ato ndjers, ai i ftoft, dimën, verë, acar, borë, vetëm e sjell diçka halal të shtëpia për evlatët e tij, le ta dinë se Allahu xhele xhelalu është e pastru prej mëkateve. A është e mundur? Qysh nuk është e mundur? Bilas nuk vihet në pyetje, a ka mujt Allahu keve më na bë të pastër që asnjëri mos me pas nevojë për asgjë? Mirë pa Allahu xhele xhelalu dikon e ngrit, i jep pasuri, edhe për ato në sprovë, me pas se sa po jep prej pasurisë tina. Mirë pa ai i cili është i varfën, e rrit fëmijën e tij me sakrificë, me mund vetëm me qu halal të shtëpia. Edhe për ato është e lehtë sikur sot mu afru te banka dhe me marr kredi, mirë po thotë jo, për hir të Allahut bëj sabër. E ky sabër të ngrihet dhe të pastron tek Allahu te bareke ve teala. Ajo nan që i rrit fëmijët jetim me sakrificë, pa bab, pa shtyllën e familjes, le ta dinë se ai mund, ajo pa gjumësi, ketë ai kontribut që e jep për fëmijët e tyre, Allahu xhele xhelalu asprov që ja ka qu, ka me e pasu dhe ka me ngrit. Ajo nan që rri pa gjumë, tu i rrit e vlatë e saj, her me gjumë, her pa gjumë, e piklune, e mërzitu se çka po ndodh me vlatë e saj, Allahu xhele xhelalu krejt ato, ja shëndron në shpërblim dhe ngritje në gradat e xhenetit. Mandej ata të cilët sprovohen me smundje vllazën nderuar, me i marr pejgamberët e Allahut që janë sprovu, sot ai musliman dhe muslimane që sprovohet me smundje, ajo dhimbje që e ka në trup, që dhe medikamentet ma nuk reagojnë, aja pa gjumësi deri në agim, atë bukë që s'mundet me hangër, atu që nuk mundet me pi, neve na udhimzet. Kur e shohim në gjendje mirë, po Allahu xhele xhelalu don që robin e tij me pastru para se me dal prej kësaj bote. Ndëgjojnë çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Robi vazhdon të sprovohet derisa mbi tokë hec pa mëkate. O subhanallahu me filani. I diç djali, pas djalit reja, pas rejes gruaja, pas gruas i ndodhi kjo. Neve na udhimset, ama na duhet me marrë vllazën nderuar se Allahu po do më të pastru para se me dal prej kësaj bote. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një sahabi e transmeton, thotë ishim me të dërguarin alaihi salatu wasalam, dhe një buri ja gjakosi gishtin pejgamberit alaihi salatu wasalam. Prej gishtit për i del gjak, çka tha pejgamberi alaihi salatu wasalam? Tha ti je vetëm pak gjak që del prej gishtit, mirë po je në rrugën e Allahut që je lëndu. Ti vllai jam i dashur musliman, prej momentit kur del në punë, bismillah për hir të Zotit Dhul Xhelal, çka do që të ndodh, gërvishtje, thyrje, sprova që mund më të ndodh mrena ditës, llogarete, pastrim dhe ngritje. Tha pejgamberi alaihi salam, edhe një therr më të shpu është pastrim prej gjunave. E mos flasim ato mundime që i kemi mrena ditës derisa jemi tue siguru kafshatën e bukës. Në fund, një sqarim të shkurt, e na të fol për sprovën dhe fatkesin. Çka është sprova? Pse sprovon Allahu xhele xhelalu robin e tij? O vllazët e mi, kur je në begati, kur je rahat, edhe pa pritmas, të godet një sprovë që të piklon të mërzit, që aty del në pa imani yt dhe durimi yt. Që atëherë, kur na jena rahat, imani jon, durimi jon nuk është në provë, mirë pa Allahu e qënë sprovën me e pa që a e ke për i me ajo. Moment që je me tanat mirat, nesër pret diçka të re, mirë po e merr lajmin se më i dashuri yt është largu nga kjo botë.
A lëkundës zemra jote me thonë, o Zot, pse ma more? A ki dyshime në zemrën tonë e thoi, jo, të Allahut jemi dhe të ai kina më kthy. E këtu e ke kalu provime. Po fatkesia, shka fatkesia? Po vllazët e mi, fatkesia është për ato gjunahe që i bajmë, Allah i më na i pastru, e më na i falë. Thotë Allahu në Kur'an, çfarë do e keqe që mund t'ju godas, ajo për shkak gjunaheve t'juaja të këqija që i keni bërë, e për shumë tjera Allahu ja fal. Kur godet një fatkesi, veç zemrës tonë e ktheju. Sa bukur e ka thonë Ibn Qayyim el-Jauzi, se cili prej nesh e din se jakën me çka e ka zhyt. Kur të ndodh një fatkesi, veç ktheju zemrës. Hiç mos diskuto me askënd. Thuaj zemrës tonë, ku gabove, ku rshite, çfarë mëkati bane. Atëherë të kujtohet se dikush thotë po nashta e kena harru. Jo, ka mu të kujtu padresia e dikujna, zullumi i dikujna, ka mu të kujtu amoraliteti, ka mu të kujtu alkoholi, ka mu të kujtu mos respekti, ka mu të kujtu gjinat kujtohen. Mirë po thuj Allahut, o Zoti jem, rak jo fatkesi, unë e po du me hi në lumin e pendimit sinqert, e mandej me vazhdu me bë veprat mira, edhe në çdo sprov unë e baj sabër vetë për hir tonë. Në fund, mos e harroni vllazën nderuar. Sa jemi në jetën e kësaj bote, e para pendohuni për mëkatet e të kalumës. A mos sinqerisht, sa herë që të bjen në mendje një mëkat që e ke bën të kalunën, kur je ka një ri, na thojna ku i na kon të ri, çka s'kena bën. Mi po tash, kur të kujtohet ai mëkat, ka i me lot, thoj o Zot, deri në ditën kur do t'jap shpirt, jam falenderues që nuk ma ke marr shpirtin nga gjendje. Se me dal para Allahut me mëkate të mëdha, Allahi nuk e fal. Kena me dhënë llogari për ati. Thuaj Allahu dhul xhelal, as një ditë mos shkon pa bë vepra të mira. A kena mundsi? Pasha Zotin e madh, që tuaj që e pini ju ka hini në xhami edhe ka dilni, dikush e ka sa ta ka rrjese. Aja veç vazhdon. Edhe atë hurmën që e hani, nuk ka është investim i madh, ama dikush e ka kuptu hadithin e pejgamberit me gjys hurme, po du me shku në xhenet, me shtu prizjarme të xhenemit. Ju djem të ri, e dini se lejtari më i mirë në dynjat, sekundi sa i paguhet. Na s'mujna me marrë me men, thuj na duhet me punu me muje, me vjetë. Mirë pa i ketë në jetën e kësaj bote ka Milan. Në rase nuk pendohet e nuk i kthehet Allahut. Ndërsa ne për ty thamë në gjymën e kalun, një e mirë që e ban për Allahun është 10 fish shpërblimi. Vazhdo ban punë të mira për hir të Allahut dhul xhelal, edhe përballë sprovës bën sabër. Mos thuaj o Zot ku më gjetë mu. Ku janë ata miliarda njerëz po më gjetë mu. Thuaj elhamdulillah që jam sprovu, po për hir tonin bëj sabër. Në fund kërkoni falje Allahut, se më të vërtet Allahu është falës dhe është mëshirues.